edhe që shë kam unë informatën, s'di sa është e sakt, bia e Serbisë më ka qitur mu në listën e zezë. Lista e zezë është tepër rrezikshëm, kur e qit një bia, njerin si une, se une në sen kundër shtetit nuk jam bo. E tash, nëse shteti menon që një femna shqiptare që lufton për gjuhën e vetë, për kulturën e vetë, është armiku i shtetit, atëherë për ata nuk ka shërim mas pari. A ka frikë Serbia nga patriotizmi dhe aktivizmi juaj për çështjet kombëtare? Po, është frika tyme, se mas me pas ata frikën mas pari, s'na kishin ndalur neve në përkufi. Se bile edhe këtu mësusja që është gjuhë shqipe, më bëj ke mu s'po m'bojnë probleme. I thash tu nuk t'bojnë probleme, se ti vjen këtu e mëson nxënësat. Edhe ti se ke bo një punën me të maltretu ty. Për shënjestaren atyve jam une, që gati 13 vite, jam të punu për kombin shqiptar. Edhe zanin, kur kam ngrit une, s'ka guxoft asnjë njeri me ngrit zanin. Unë kam ngrit zanin si 15 vjeçarja. Atëherë s'kan guxoft shumë me maltretu se kam qenë fëmijë. Po tash si një grua e rritune edhe që kam afru këtu shumë njerëz ka kombin shqiptar edhe që kam nisur mas pari hapje dhe zyre se këshillit kombëtar shqiptar edhe nisme në kursit e gjuhës shqipe ku janë 47 veta, atëherë i qesin probleme në tyve. Se për shembull Sanxhaku cili është 400.000 veta këtu, për 400.000 veta, 370.000 veta janë shqiptar të asimilium, me u kthy krejt ata, Serbisë i qesin problem. Kuptoj. Si është të jesh shqiptare në Novi Pazarit, çfarë sfidash dhe vuajtjesh hasni juve? Po edhe qysh me ju kallëzu, sfidat janë tepër të madh. Problemat janë tepër të madh, jeta jeme dhe jeta familjes tem janë gjithë në rrezik, sepse si që dalim nga shtëpia na jena të përcjellur. Si une, si baba jem, si nona jem, si nusja vllaut, si qika vllaut, si vllau jem personalisht, jena përcjellur. Nga shteti, edhe tash edhe njerëz të thjesht që janë serbet, që gati 2 vjet u mësulmojnë, më shkruajnë do farë mesazhet që janë të mërshme, po shoqër Zotit jam për aty në femnat që s'po manin për kërkan, jam njëri që lufton për drejtat e kombit teme dhe që shkam qenë si fëmijë, që ashtu jam edhe të qitash. Ku policia serbe ka ndaluar në pikën kufitare dhe ujbar, infermierjen shqiptare Linda Fetau. Amina, ju keni provuar një eksperiencë të ngjashme disa herë, madje pak ditë më përpara jeni ndalur në Brnjak. Çfarë ndodhi konkretisht me juve dhe pse po ndërmirni këto veprime për kundërdrejt shqiptarëve tani nga autoritetet serbe? Përshëndetje të gjithë dhe mas pari, faleminderit shumë për ftesën, është kënaqësia e jemja. Po, unë që gati 2 vjet e gjys jam shënjestarja e regjimit serb këtu, në Sanxhak, sepse që gati 2 vjet e gjys jam të ndalur në për pikat kufitare, gjithë kur du me udhëtu për Republikën e Kosovës. Ato çka ka ndodhur në Brnjak mu nuk është hera e parë, sepse unë gjithë për shembull kur udhëtoj me makinën ose me njerëz të zyres, u ndalin 3 ose 4 ose 5 orë që shdojnë ata. Edhe gjithë është një farë situatat mërshme, se une nuk e di a ka me më arrestu, a ka me marrë në pytje, a qka kanë me mbo ata. Edhe aja që ndodhi zonjes në fjallë është e njëjtë si kur mu, se une një herë pa ta udhëtu me familjen tem, edhe nanën e kam pak smut, se është njeri me telashet e zemrës, edhe u doft me qunë të mjeku në Kosovë, edhe kur shumë gati të shku në pikën kufitare të Brnjakut, na ka nalë policia serbe gati 5 orë. Për 5 orë?
për 5 orë, edhe pse nënën e kam pas smut, edhe pse u duft me qute mjeku në Kosovë, gati 5 orë në kanë nalur, e veç qashtu, në makinë kena prit. Edhe e kam kuptu që ata janë të bo një presion, jo të njerëzore, sepse ata kam pas mundësi mu me marrë. Edhe nonën tem edhe nusjen e vllaut me lshu. Po, ata s'kan dasht qështu krejt familjen tem me maltretu bashkë me mu. Ato çka ka ndodhur është një situata tepër e tmerrshme, sepse na si femnat mas pari duhet me qetë mbrojtur nga ana e Shqipnisë dhe nga ana e Republikës e Kosovës. Po për fatin e keq përveç zotri Albin Kurti që e ka ngritur zanin për mu, as një politikan shqiptar, as në Republikën e Kosovës, as në Shqipni, as politikantët tonë që janë në Serbi nuk kanë ngritur zanin për Amine Nuraj dhe maltretimet që u bën mu policia e Serbisë, policia kufitare, edhe bija e Serbisë mas pari. Se kësi hovi kur kanë dalur në pikën kufitare të Bërnjakut, kur kanë marrë pi autobusit, ai polici mbajke, na nuk kem problem me ty, se na e kena kontrolu krejt Facebookun tonë, e din krejt çka e tu bo, po ti në asnjë pik nuk je tu shkel zakonat e Serbisë. E tash problemi është te bija e Serbisë, sepse ata të përcjellin. Po të kishit 60 sekonda kohë për të folur në kuvendin e Serbisë. Çfarë do të thoshit juve atyre që t'i trondisnin në themel? Po krejt këto që kam folur që gati 13 vjetë. Bile një herë unë pa të pytur një gazetari nga Kosova, a kishe pas guximin me folë qështu në sytë e Vučićit edhe në sytë e Ana Brnabićit. E thash një sekund veç me pas mundësi me fol isha fol. Çka i kisha fol une është me na dha një jetë që shlypet me pas një njeri. Jetë që kena drejt me deklaru vetën si shqiptartë, që nuk kena nevoj na shqiptartë me pas frikën nga shtetin e Serbisë që nesër, nëse dal një Fatma Brunçević ose Alia Maxhović me fol çka flas une, mos me ka ata frikën në veti që ka me arrestu nga Serbia. Une kisha shpresoj që një ditë më mundësohet aja, po kisha ditë çka kisha fol. Se terrorizmi që është këtu nëpër shqiptarët nga ana e Serbisë është tepër i madh, që mu nuk mujna me duru. Se një shtet cili lavdohet veten që respekton kombësit tjerat në botë është urrejt. Sepse ata nuk na lajnë neve me një vetën si shqiptarët. Ale mo me punu diçka.